Gjermania ka prezantuar tankun më të ri Leopard 2A8, një super tank i dizajnuar nga kompania evropiane KNDS, që synon të forcojë mbrojtjen e NATO-s në krahun lindor. Modeli u zbulua në Mynih në praninë e ministrit gjerman të mbrojtjes Boris Pistorius. Leopard 2A8 është një dizajn krejtësisht i ri, i pajisur me top 120 mm, 2 mitraljez 762 dhe teknologji të avancuar për luftë moderne. Ai do të vendoset fillimisht në Lituani, ku Gjermania po ngrej Panzerbrigadën 45, vendosja e parë e përhershme e trupave gjermane jashtë vendit që nga lufta e dytë botërore. Interesi ndërkombëtar është i madh. Gjermania ka porositur 123 tanke me dorëzimet që nisin në vitin 2027. Holanda ka kërkuar të paktën 46. Çekia, Suedia, Lituania dhe Kroacia kanë porositur secila nga 44 njësi. Suedia ka shtuar edhe 54 tanke të tjera. Në total, qindra Leopard 2A8 do të përhapen në Evropë deri në fund të dekadës, ndërsa NATO vazhdon të rrisë praninë e saj në Baltik dhe Poloni për të frenuar çdo kërcënim rus. Ky është përmirësimi më i madh i mbrojtjes toksore në Evropë në vite, dhe një Leopard 2A8 pritet e zemra e këtij ndryshimi.